ngrit tek madhëria e tij, inshallah na bën më dashur tek madhëria e tij. E lutim Zotin që gjithherë të bashkohemi në punë të mira. Ky telefoni pas ka radi kujt. E lutim Zotin që të bashkohemi gjithherë në punë të mira. Dhe inshallah këto ditë të muajit shajt e këto ulje bashkë, këto namazë bashkë, inshallah na shtojnë dashurinë dhe respektin për njëri tjetrin. Kemi diskutuar bagi shumë tema, jemi të diskutu për momentet tjetë, qysh me interpretu, qysh me i kalu. Derisa kryesisht kemi folur për momente dhëmshme, ka qenë momenti i lëndimit, ka qenë momenti i ankthit, ka qenë momenti i funit, cili ishte për mallimi, për gjunajin ose për mekatin. Sot e kemi një moment që kemi me folë pak më ndryshe, sepse është moment dashurie dhe nuk ka nevojë me ikë prej tij. Nuk ka nevojë me ikë prej tij, po duhet me bëu përpjekje sa më shumë me prodhu si momentesh. Ligjërata e sotit është momente dashurie mes bashkëshortëve. Kur s'ka gru, së mirë më në ngu. Edhe sigurisht, si gjithë që po thamë, nuk po du me i lëndu njerëz, po mendoj se ja vlen me diskutu këso lloj temash, për faktin se dashuria është një ndjenjë që jeton secili, edhe nuk e marr sot me pohu një fjalë që shpeshherë thuhet se na nuk dim, nuk kemi dashni, s'dim me dashuru, nuk mendoj asoj, unë mendoj që na jena të fuqishëm ndjenjën e dashurisë, na dina me dashur. Edhe njëri tjetrin dina me dashur dhe fëmijën, dina me dashur dhe bashkëshorten, na kemi një problem tjetër për mendimin tim, është problemi që na nuk dim boll me shfaq dashurinë, nuk dim me manifestu dashurinë, se dashuri kena. Unë s'dyshoj se secili prej neve don fëmijën e vet. Edhe është ndjenjë normale, nuk ka dikush prej neve që nuk i do fëmijët. Nuk ka dikush prej neve që s'do don bashkëshorten e tij. Problemi është qysh me manifestu, qysh me promovu, qysh me shfaq dashurinë. Për çata për atyne bestytnive që neve në ndodhen është se dashnia dhe shfaqja e dashnisë ta prishat orën, ta prish burnëllakun. Pra kjo bestytni është tanët me hiq. Dashuria dhe shfaqja e dashurisë nuk bjen ndesh me orën, me personalitetin, me figurën e njeriu. Pe gabimeve gjithashtu që i bojmë shpesh është dashuria dhe vrasësia. Njerëz shpesh dojnë po janë të vrasht maksimalisht në raportet e tyre. Për ata i zhdash dashuria me zbut vrasësinë. Prej gabimeve gjithashtu që prej bestytnive që nështë edhe si kulturë kemi është na vjen marra me shfaq dashni. Turpnohemi, marrohemi. Edhe imagjinoni për shembull të kaluame nuk kanë marrë, hajde për shembull dashnia për gruan që ka marrë pe kuptojna. Po këtu herë ka marrë edhe fëmijë me dashur. Kanë marrë burrin me dashur fëmijë. Kjo e pej tash nuk po them se ata nuk i kanë dashur fëmijën. Kuptoni, nuk po flasim për mungesë dashurie, po flasim mungesë shfaqje dashurisë ose shfaqja dashurisë në mënyrë normale, në rrugë ose në forma të normalizuara. Tjetra është prej bestytnive që gjithashtu na ndodhen në jetë është se njerëz që i dojmë, ma shumë i këshillojmë, i orientojmë, i përtasëm, i këshillojmë edhe tani gjithë kjo orientim, gjithë kjo bërtitje prish dashnin. A keni pa pse shumë fëmijë nuk i dojnë prind? Se ja ka pru shpirtin fët. Mos ban, wow, ju gjithë të bërtit. Edhe, nuk ka se baba nuk e don fëmijën, po e ka tepru me urdhna, me orientime, me ndalesa, me sugjerime, edhe dyqysh fëmija mo babën e shesin një farë komandanti, pe i ti nuk del sen veç urdhna, veç vendime, veç format prera të urdhrave. Për ata, do të me pas kujdes, jo se do të me pas urdhna e porosi e sene, po do të me kon pak si me një farmasi edhe me kon të ngjyrosin edhe të
më shtjellura me dashuri që do ta shohim pak më vonë, çush I ka këshillu pejgamberi alayhis salam njerëz. Për besutnive fatale që e kemi gjithashtu është se unë po du ty, po ti nuk e meriton dashni. Edhe rrjedhimisht unë Zot më ta shfaq ty dashnin se më bën më dash prishesh ti. Për shembull, për besutnive që na kemi është se një pjesë e madhe jonë ja beson që me bë grus mi kalltu që e don, ajo tani del pi sistemit. Du të gjithë me tut, gjithë me mojt tens, që unë nuk du që ajo me nejtë mirë. Nëse ja shfaq dashurin, prishet. Nëse fëmijës ja shfaq dashurin, prishet. Du të me mojt gjithë si të frigum, ose nuk du të me dash se nuk e meriton dashurin. Unë mendoj që to farë pikash ke mundu me I trajtu në vazhdim, edhe ke mundu me I bo do vrejtje rreth këtyne gjonave, edhe neherë po tham, na jem popull që dina me dasht shumë, e kem dashurin në shpirt, jem njerëz dashtun, veç na mungon ka njëherë mënyra e shfaqjes, mënyra e qasjes, mënyra e promovimit të dashurisë. Këtë fillim, normal, tema është kryesisht dy pjesë. Pse ka lënë Zoti dashuri, cila është urtësia e dashurisë, do të flasim me theks veçantë për dashurinë e bashkëve, jo për dashurinë në raporte të tjera, edhe do të mundohem qysh me prodhu momente dashurie. Qysh me dasht burri gruan dhe gruaja burrin, edhe qysh me sa më shumë që si momente me prodhu. Me prodhu sa më shumë që si momente, sepse janë momente të mira definitivisht. Edhe na duhen me pas mënyrë ditore kësi momente. Për që ta thash kursi I ligjëratës sot është ndryshe prej tjerave se në të tjera të mëna ishim qysh me menaxhu edhe me dal për momentit lig, sot e kem qysh sa më shumë me qëndru në momentet të mira cilat faktikisht I kem nevojë për secili. Po I tham disa fjali në vazhdim që mendoj se janë me rëndësi. Dashuria është karburant I jetës. Ai që s'din me dash, s'din me jetu. Për çata unë mendoj që këtë njerëz dojnë, këtë njerëz kanë dashni, se mos me kon dashnia vdes. Dashnia më ngjall njërin. Për ata këtë njerëz kanë dashni. Funi dashnia ndjen. Deshte ti ki dashni. Telashi është veç menaxhimi dhe mënyra më e saktë promovimit. Edhe unë mendoj dikush çfarë pike po du më nal pak. Pse është me rëndësi fetare me fol për këtë temë? Sepse bota sot, një pjesë e botës e ka deviju konceptin dashuri. Edhe në një pjesë të botës sot është dashuria është turp, është tradhti, është marrë, është poshtërci, në një mas të madhe. Për ata po na vjen neve edhe kanë herë marrë me fol për dashninë, sepse njerëzve ju ka instaluar në kry që dashnia ka si far marrinash, poshtërci, tradhti e kështu me radhë. Tash u kriju opinioni që kjo është dashuria dhe po na vjen edhe neve marrë me diskutu. E joni është mu mundu me kthy dashurinë në binaret e saktë, me kthy në kuptimin edhe në konceptin e saktë të saj. Për çfarë duhet me fol gjithçysh? Për çfarë mos u çuditni që dikush e ka vetë pejgamberin kanë dhënë mas shumti. Edhe këtë në publik ka thonë mas shumti e du gruan. Edhe babën e saj. Dy gjëra që na normal nuk është poeta që veç pse pejgamberi ka thonë, po veç pejgamberi ka thonë gjë të tillë se ka dash me ndruni mentalitet. Se me gjasëve arabët e kanë pas një problem me dash baballakun, me dash gruan është një farë si lloj marrje. Nuk ka mirë me bëni një gjë të tillë, për ata edhe ka dash me publiku një gjë të tillë për me ndryshu atë kulturën që ka ekzistuar tek Mekasit ose edhe Medinasit këtë atë. Fjalia e dytë. Nuk ka lidhje ose raport mes dy njerëzve që do të ndërtohet mbi dashuri që ka jetë gjatë. Nuk ka raport mes dy personave. Elanat s'po thojnë veç bashkë. Nuk ka raport të suksesshëm edhe jetë gjatë mes dy personave nëse s'ka dashni, nëse s'e dojnë njëri tjetrin. Edhe mjek, edhe dashamir, edhe shok, edhe hoxh, edhe gjithçka. Në çfarë do relacioni, çfarë do raporti me njëri tjetrin, ose me gruan ose me këndush. S'ki dashuri, është raporti dashtum dhe nuk ka sukses. Fjalia e tretë, dashuria është arma më e fortë me zgjidh problemet. Dashuria është arma më e fortë me zgjidh problemet. Nuk ka fuqi më të madhe në këtë botë që mundet me ndru gjanat si dashnia. Kështu një vetë si fakt pja u bim. Çudirat që i kanë bërë shokët e pejgamberit në lufta, në sakrificë, në humanitet, janë veç pse e kanë dashur Zotin. Mos harroni diçka. Çudirat që i kanë Bilali, Ebu Bekri, Omeri,
çudirat, ato punë madhore që i kanë bërë sahabët, veç të motivuar për dashurisë të madhe ndaj Zotit. Dashuria është arma më e fortë për me ndryshu njerëz dhe për me realizu gjëra në këtë botë. Për çata thuhet se forma më e mirë me i këshillu njerëz është paraprakisht me i dasht, paraprakisht me u shfaq dashnin mrapa me i këshillu. Që ky farë fakti sot po i mungon pak edhe diskursit fetar. Njerëz që folin për fe sot, mas pari u rrejnë popullin, tani folin për fe. Gabim. Mas pari do të më marrin natin njerëzve, e tani më fol për fe. Kry muhabeti. S'ka fe këtu mos, s'ka. Nuk ka diskurs këtu. Nuk është orientim i saktë këtu. Pejgamberi alayhis salam e ka taku Muadh ibn Jabelin në rrugë, edhe e ka qit dorën në krah, edhe ka ecë rrugës, ka thonë pasha Zotë shumë du. A dini që është interesant, kur i ka thonë pejgamberi du, se me ta shpreh dashnin, ai që jo ma poshtë, ati që jo ma naltë normale, mi thonë Muadhit du pejgamberit, mi thonë fëmija du babës, është normal se është një nuancë ma poshtë. Një që ma të thotë hoxhës çdo ditë, hoxh du për jetë Allah. Problemi është kur ky që jo ma naltë mi shpreh dashnin e tij më poshtë, kjo është pak ma problematike. Për ata është shumë rast i veçantë, kur pejgamberi, profeti i Zotit, imagjinoni ndjenjen e Muadhit. Imagjinoni ndjenjen e Muadhit, çfarë pejgamberi po thotë unë du shumë ty, mos harro me thonë mas namazit një dua, Allahumma inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadati. Pyetja shtrohet. A s'ka mujt më dhon që të këshill pa i thonë du? Direkt veç më dhon këshillën. Pse i ka thonë du një herë? Se ka dashur me ngjall emocione që me marr këshillën për një më. Për çata mos harroni, njerëz nuk i marrin këshilla dis pse ju fol. Njerëz i marrin këshilla pse ti ke prodhuar emocione dhe ke dashur, mbrapa ai e merr. Për çata na po dështojna me grava, me fëmijë, me krejt. Se na nuk i kena krijuar relacion dashnije të mjaftueshëm që ai me marr këshillën tonë. Ose na kena krijuar opinion që sa më i varazh, këshillat shkojnë më mirë. Çdo është edhe diskursi fetar, sot është sa më i qartë, sa më i tren të këshilluash, këshillat janë më të fuqishme. Ja lën xhamatit më shumë kry. Harro këtë mëdë. Xhamati sa më bëhet, sa më mirë dashnie merr. Sa më vërtime, nuk shkojnë ato muhabete. Ose edhe nëse shkojnë nuk kanë rregull. Nëse shkojnë kësi lloj diskursi, populli nuk kanë rregull. Do të më ndrohet këtë diskurs. Për me të këshilluar ty do të sa më shumë me të bërtit që ti më marr. Nuk është formë e drejtë edhe saktë e këshillimit. Pejgamberi alayhis salam plot raste ka kësi. Imagjinoni ka takuni sahabie ka pasur emrin Ebu Umame. E ka takuar rrugë thon pasha Zotit. Ka të njerëz kur ti shohim qetësohet zemra ti një në pyetje. Kur të shoh ty knaqshna. Ka thonë edhe po ta unë këshill, kur të shkesh të shtëpia jep ju selam robës shtëpisë, se garanti knaqet ata. Dashni. I ka këshilluar këtë me dashni, i ka dashur njerëz pejgamberi alayhis salam. Por çata janë kanë njerëz janë me vdek për ta, mos sakrifikuar për ta, mos bëu kurban për ta. Nuk është veç punë këshillash, është punë dashurie para se me ardh këshilla. Mos e përdorni strategjinë mos mendoni se me ashpërsi i bindëm anëtarët e familjes, se unë shpesh herë e shpreh. Ai keni pa këta që ju bërtasin çikave të veta, ka me të myt, që s'ka lop me vo. Këtë ja ju ikun, ja i traftojnë. S'është formë duhun ajo. S'është relacion ai. Këtë qita që janë tegër, këtë dështojnë mbrapa. Shumica më thonë më mirë. Sepse s'ka krijuar raport dashurie që vajza mi tregu për gjithçka babës vet. Çështje tjetër. Njëri për burra më të mëdhenj të metit, Ebu Bekri. E dini që ajo që falë, s'po kena vak me qenë të tema tjera. A dini ju që Hazreti Ebu Bekri, kur ka dash me vdekje, e ka lënë amanet me la gruaja e tij. S'ka dash me la hoxha. Gruaja me la. Atë për në mes është u bë. Hazreti Ebu Bekri e ka la gruaja e tij, xhenazën, kufumen, e ka la gruaja e tij. Ka dash me la amanet me la bashortë e tij. Kjo flet për një relacion shumë të fuqishëm dashnie mes Ebu Bekrit edhe mes bashortës tij. Për që ta i ka bot të lash, edhe hëgjëllar, tani a bën burri gruën edhe gruaja me la burrin është temë fikut. Atje diskutohet një jurisprudencë, a bën me la gruaja burrin. Kufumen. S'po du me dhonë përgjigje, sa dhe s'po du
Me thonë që ky rast i Abu Bekrit ka qenë tema, ka qenë diskutime atje në rrafshin e legjislaturës. Edhe ka bëhen normal, janë dispozitet e caktuara që faktikisht shumica dhe lejojnë që gruaja me pastru burrin. Po shkojnë në pjesën tjetër, mos të harroj veç edhe dy fjalime i thonë para se me kalunat pse Zoti ka dashur apo dashni një. Dy fjali shumë më rëndësishme. Fjalia e parë thotë është dashuria është barazim me dhanje. Du të me dhanë për me dashuru. Dashuria nuk është kooperaci. Kur thojnë dashuria është dhanje, nuk e kena për qëllim veç lek, është dhanje edhe emocionale. Dashuria edhe dhanja janë sinonimi njëna tjetrës. Nuk ka dashuri në këtë botë pa dhanë. Marrja dhe jepja prodhon dashuri. Monologu s'prodhon dashuri. Unë turnoj ti s'ki drejt kur me fol, s'ka dashuri, tu ka diktaturë. Dashuria është marrje jepje, jep merr, çështo krijohet raporti dashurisë, edhe dyta është dashuria prodhon paqe, qetësi. Dashuria prodhon paqe. Njerëz që jetojnë mas shumë të paqe këtë botë janë njerëz që kanë mas shumë të gruan që e bën qetë është fakti se ajo e dën burrin dhe burri e dën ato. Gruaja mas shumë të njëjtë e sigurt njët kur e dën burrin dhe burri e dën ato. Edhe për çfarë gruaja vazhdimisht më shumë fol për siguri se sa për dashni, sepse siguria është rezultati i dashurisë. Njerëz që dën ki siguri me ta, jo vetëm bashkësi, edhe njërin që dën shumë, edhe dën ki siguri me bëu mohabet, ki siguri me kallzu gjëra intime, ki siguri me kallzu gjëra serioze, ki një farë siguri, rënsh lirë me ta, qenë mohabet lirë me ta. Njërin që nuk e dën ball, ki rezerva. Nuk mund është këtë temat me qenë, nuk mund është këtë lirë me bisedu. Për që ata dashuria është siguri. Dashuria siguri dhe që kjo dallimi mes asoj se, kur e kem pas diskutu një temë këtu, a ka dashuri mas martese. Sociologët thojnë, gjithqysh që ka dashuri mas martese, po dashuria mas martese kalan ma shumë në siguri. Burri dhe ose 2-3 çifta kur janë taku më herët, pas se mu martu, kanë pas ma shumë dashuri. Kur janë martu, dashuria transferu në siguri, një jenë sigurt mo. E keni po këtyne që ju bin flok, sa se të martu një hinë tuta e që të martu të një të të binë. Ska një më të të binë flok mo, ska nevoj shampone, grifik, më të lartë, i sigurt mo, e ka gjithë fatin jetës, e ka gjithë dashurinë edhe nuk vun mo, a është kompleksive shumë para se më martu, sepse s'di që kam ju bo, ty që shmenol ramjen e flokve. Pse Zoti na ka lënë dashuri? Pse na xhamatin ndërum, do të me hulumtu dashurin. Po flasim tash decidivisht gruaja e burrit, çiftit. Janë dy arsye. Kisha dashur dy arsye mos më harro asnjëherë. E para thotë është dashuria të bën me pa të bukurën. Dashuria të bën me pa të bukurën. Nëse don një njeri, ja shet bukurat, ja shet mirat, kënaqesh me të mirat e tij. Nëse nuk e don, nuk i shet mirat. Dashuria është kur njeriu e hiq perden e të mirave dhe urrejtja është kur njeriu e hiq perden e të këqijave. Pse feja jonë thot me dasht, sepse me dasht i shet bukurat e jetës, e me urrejt i shet të këqijat e jetës. Pse për shembull na muhabetet tona vetë të këqijat përmenden, sepse syrin kem urrejtje të mëdha. Edhe urrejtjen që kem na ka prodhuar mi po vetë të këqija. Na kur folëm për njëri, kryesisht këqijat ja përmendim. Ves pse e urrejmë, që në temen kanë dëni që e dojmë, veç të mirat duken. Legji jetës o kë, dashuria të bënë mi po gjonat e mira, urrejtja të bënë mi po gjonat e këqija. Edhe bënë mi të bindur, si t'ja pashtë i njëri të këqija, dije që ke fillu me urrejt. Si t'ja pashtë mirat shumë, dije se e dënë për një merë. Ja ti një tash me përkthy pa kretë bukrat që i ka bo Zotin këtë botë, kretë mirësi që i ka bo, me bomës me pas dashni ashtë njësë shumë. Për që ta pejgamberi u shku në Uhud, ka thonë në Uhud, hudra e Uhudit, ka thonë kështu, ka thonë Uhudin a dën neve, ne dojmë Uhudin. Për shembull sot Kosova ka vende të bukura, nëse nuk i don kur s'shkon. Për shembull ka Grigarogovës, Prevalla, ka vende, nëse ti nuk i don që do vende kur nuk shkon. A nëse ti e dën që atë vend, pse për shembull vend lindjet, fshatat ku kem lind ose zonat ku kem lind,
Pse kem nostalgji, veç pse I doj, na duken të mira. Therrat e katunit tam duken të mira. Veç pse e du. Si janë gjithë therrat e mira. Po dashuria të bën mi po bukurinë, urrëtia të bën mi po të këqija. Që kjo është arsyeja e parë pse Zoti I Madhueshëm ka dashur më na bë mi po të mirat. Në momentin e parë kur mes një çifti bjen dashuria, aty ka veç konflikt më. Unë kam fillu, po kem shumë pyetje kështu. Unë kam fillu veç një pyetje, a don as don? Mos pari. U është burri kështu ose gruaja ka dalë, a e don ose don? Që e don ful, se don, urrënu gjithçka, s'mund me bisedu. E don, pse doj? Se don, u kry tema, du të mundoh. Du të mundoh për një me. Është urrënu shtylla e jetës, shtylla e raporteve. Dashuria është kulmi. Nëse ekziston mirë, se ekziston gjithçka mbrapa, ka mundësi më urrënu ose do të më bëni jetë të mirimit deri des ashtu me urrëtie, e me rreje, e herë në ruë dhe herë me huë dhe herë me hoxhallar, e herë me pleqnar, e herë me gjykata, e herë me pa gjykata, edhe në fund dhe shkoj kur një sukras. As kur një nuk përjetoj moment dashurie. Arsyeja e parë që kjo. Dashuria na bën mi pa të bukura. E dyta thot dashuria, çfarë shumë fjali filozofike. Dashuria na bën me shfaq më të mirën që kemi. Që nësa interesant. Një njeri kur dashuron, para më dëni çfarë fjalori, sa mirë fol. Kur urren, jeger, fjalor katastrofik. Se dashuria të bën me shfaq më të mirën që ki. Sakrificë, tolerancë. Jo. Për shembull, dashuria prodhon falje. Një njeri që do të fal më lehtë. Për ata njerëz që nuk dashurojnë, nuk dinë me shfaq të mira, nuk dinë me promovu të mira. Dashuria është dera që na bën të me faq të mira. Edhe në karshi Zotit. Nëse nuk e dojmë Zotin hakikat, nuk mundu me shfaq ndjenjat ndaj tij, as adhurimet as sakrificën. Njerëz që se dojnë Zotin sot e kanë probleme me xheru. Jo, është sakrificë me xheru, duhet me dash shumë Zotin për me xheru. Nëse burri nuk e don gruan, e ka probleme me sakrifikën. Nëse gruaja nuk e don burrin, e ka probleme me bojësmet. Veç do të më zërë me bojësmet, se s'mundet me bo sakrificë. Sakrifica vjen rezultati I dashurisë. Mos e harroni këto dy arsye. Dashuria na bën me pa të bukurën, edhe arsyeja e dytë, dashuria na bën me shfaq të bukurën, me promovu vlerën, me provu më të mirën. Pjesën e dytë, shumë shkurtimisht po du me fol për 4 forma të shprehjes së dashurisë. Që tash po du shumë me konkret, e ka u përgatitësha se ishe shola sola kamera, dini? Që qëtu më abete që vë i thamë bili shola gruja në vinin. Se kina ko që vetë kina probleme në shtu. Që tash po folim një burë një gru, qysh me prodhu momente dashurije, qysh me konë sa ma të lutë. Po dojna 4 gjona me përmen, edhe me elaboru normal gjithë të mështet edhe në jetën e pejgamberit. E para thot është me gjithë momente kur burri dhe gruaja I shprehin fjalët më të mira njëri tjetrit, I folin fjalët më adekuate njëri tjetrit. I shprehin fjalë miradije, e lavdojnë njëri tjetrin. Unë kur ty s'mu I dal hakësh, unë kur ty s'mu I dal fjalë mira njëri tjetrit. Imagjinoni që të hadith. Hazreti Aisha transmeton thotë, jem kon në dhomë me pejgamberin alayhis salam. E ai, sallallahu u konë të e qep, një këpuz të vetën, qërabën u konë të e kep ai. Thate u konë në zeti madh, I kom po dy kokrat lotit, 2 pika lotit, më fani lotit, djese, ka I vinë ballet, e ju kanë zatit qëtu. Pejgamberit alayhis salam. Zhegima, ga di shpër arabet, në zetë. 2 pika njerëse I kanë ardhur kanë taku qëtu. Thotë kur e kum pa qatë bukuri, ju më drejtu I kum thonë ja Rasulullah. Pasha Zotin, tek kishim pa po aja të ftyrën tone, ish dash me bo romana. Vesh ftyrën tone me përshkru, ish dash roman me bo. Çfarë ftyre, çfarë bukur ki. Veç balli jët është për me bo një roman. Thotë kur I kum thonë që shtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kalon atë qepjen, e u ngrit, e më ka puth më ballë, edhe më ka thonë mu, oj Ajshe, unë e kur s'mu I dal hakësh ty.
çfarë nderi, çfarë respektim ke bon, kur s'me ta kthej ty ashtu që është e meriton. Momente kur njeriu i përzgjedh fjalët më të mira, m'ia shpreh. Kisha dashur që tute në fakt na vjen pak më vonë mos të se kjo e dyta e para është me fol sa më shumë fjalë të mira, e dyta problematike. E dyta është nëse dojmë me prodhu momente lumturie, do të burri dhe gruaja m'ia fal qenien njëri tjetrit. Për shembull na rrina me graka një herë, po rrina vetëm fizikisht. Zemrën e kemi tërkon, me atë kemi te telefoni, edhe për shembull vetëm fizikisht, apo edhe ajo fol, ti vona çfarë ha, s'kam këtu, nuk kam këtu jesh. Më është këtë këtë, është vetëm fizikisht aty. Nëse dojna me prodhu momente, do të m'ia fal komplet qenien, në çat moment me ndjenja, me emocione, me mendje, me zemër, m'ia kushtu bashortes. Jo thjesht veç me kom fizikisht aty. E më pëlqej ky hoxha që po konsultona për ligjërata, tha dëni me ditë kur të hish në restoran. Hin në restoran, shko që dash në restoran të madh të Kosovës, edhe këshirri, apo do me ditë cilët janë të martuar, cilët janë pa martuar. Ata çiftat që po hajnë aty e buk, apo do me ditë cili i martuar, cili i pa martuar, cili është veç me bashkëtesë dhe cili e ka gruan për një mesh, këta që janë veç dashurume, që janë veç në aventura. Këta e kanë qitë ushqimin për para, hajnë kështu kapak me romancë maksimale, ma shumë hujnë muhabet, e hajnë kështu me zotniqe hajnë. Edhe kryesisht, e dini pse? Se te këta qëllimi u konë me dalë mu pa, ushqimi është veç mjetë. A te këta të martunt, qëllimi me hangër. Edhe këta dy të martunt, të veç bajnë sa punën hajnë. Nuk e kanë këta, nuk ka muhabet aty, a unë ngive po qu. Sepse ka shumë dallim kur në çiftin e parë, poenta është te neja ushqimi o mjet. Në çiftin e dytë, qëllimi njëti është ushqimi, e kështu me dalë është veç punë mjet, nuk ka qëllim. Dalja nuk ka qëllim, ushqimi o qëllim. Ata të fortë, dalja o qëllim, ushqimi o veç mjet. Por ata do të me fillu me në rrugë këtu. Iftari nuk ka vetë qëllim, nuk ka veç mjet, është edhe qëllim, është edhe mjet njëtin ku. Kur ulesh me hangër iftar, nuk është këtë qëllimi veç me hangër, është qëllimi edhe mi para të shtëpisë. Iftarin mos të bujmë krejt synim për me i mush barkat. Iftari është mjet që thjesht me mush barkun, a qëllimet janë më madhështore, qëllimet janë me antarët familjes e mu knaqe ato muhabeti që i bënëm ditën e xhumë. Imagjinoni tash po shkojnë atë pejgamberi me Aishën sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Muhamedi thotë Aishë na kom të hangër bukë sofër, edhe ku marr një kufsh, të ati edhit, edhe ku më kafshu, e s'ku mujt me hangër e ku më këthy sofër. E ka marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çat kufshin e mish, e ka kafshu bashkë çat pjesën që e ku më kafshu dhe. Pejgamberi ka ndodhur që një gotë ku ka pi Aisha dhe ka lënë do ujë, pejgamberi ka marrë një gotë dhe në vendin ku ajo ka pi edhe ai. Sallallahu alaihi wasallam. Të jenë momentet pejgamberit alayhis salam që i ka kriju me bashkëpunën e tij. Por që na kena problem të dhartë, se a dini po na mungon shprehja e romantikës. Po që ta njerëz sot ose famët ose pritojnë më martu me një fetar se e shetë ose është ky jegër është, nuk di me shfaq dashni ky. Po që ta të njëherë për shembull kur kush u kon hoxhë kështu kon ka problem hoxha ku martu. Se e kam paramendu hoxhën që s'ka romancë, për ata duhet maksimalisht musliman, njerëz fetar me ditë me shpreh roman. Po më kallzon një vëlla, një muhabet që po besoj që tonë po bina këtë farë të sprove, tha jem taku me një perëndimor për i punë biznesi, me një perëndimit. Edhe aju dal me atë, jo grupo, shoqet jetës, që shetojnë ata, ja unë jem dal me grunë temë. E një dalë me hangër i darkë, mas i këna kry krejt projektin me hangër i darkë, kër e këna hangër darkën, i në dalë me shku tash, mu përshëndet, thate, më ka arë marë për vetës. Pse? Kër jem dalë në për restoran, thate, kom qelë telefonin, edhe këshka të këthy në telefon, jem shku të keri, grujën e 5 metra mrapa, kom qelë, kom dhe s'kerë në arë gruja,
Ai tipi, ai tjetëri, dorën ka grus ti, deri te kirri, ja ka qenë grus vetë kirrin, ullu, mëra pa. Të merë marë, se qështu. Ani çfarë dallimi. Unë e kam gruaj se ko gru. Nëse dikush ish dosh mi bo respekt, ish dosh ponë se kam bashkëshorte. Aja ka veç bashkëtën. Aja kur nuk i bëj hizmet ati. Kur një vetë nuk i bëj hizmet. A kjo e shkreta, 24 sati i bëj hizmet i teorit këtu. Gjithë i bëj hizmet. Nëse ish dosh dikush me bo qëtë respekt, ish dosh kjo jone me bo. Sepse meritan, se gratë tonë janë të bo shërbim. Gratë tonë janë të bo shërbim. Ajo veç bashkëtën, asë një detyrë nuk e ka ndaj ti. Ajo ka jetën, kjo ka jetën. Nëse ajo meriton gjithçka respekt, a nuk e meritojnë gratë tona respektin që na bujnë 24 orë? Thotë ka orë marrë për vetës. Qysh unë me boqë si gabimi. Normal, këta sociologët e çështjen e kohës e kanë llogaritë që kush nuk din me shkru fjalën dashni, duhet me shkru fjalën kohë. Koha sinonim i dashnisë. Po flasim në jetën bashkëtorë. Sepse Hazreti Omeri, burri meqëm, kur ja ka nisë me mendu për ushtarët e tij, u shku të bia e tij Hafsa i ka thonë, a mund më kallëzoj prevojën tone, sa më në rrendi grupa burr, i ka thonë 4 muaj maksimumi, e ka bo ligj shteti. Ushtarët që dalin jashtë vendit, 4 muaj do të më ardhë me shku kontingjenti tjetër. Nuk lejohet mi 4 muaj me ne. Pse? Sepse gruaja ka nevojë me pas bashkëshortin afër dhe me bo jetën njëri me tjetër. Me fol fjalë të mira, me bo neja të mira dhe në ato neja mja fal qenjen komplet, mos mja fal veç fizikisht e mendjen e zemrën të tërkun. E treta, me i bo hedije. Dhurat. Imagjinoni Hazreti Muhamedi a.s. ka thonë tahadu tahabu. Nërani dhuratës e duhni fort. A dini ku është filozofia e dhuratës? A dini ku është filozofia e dhuratës? Nëse unë që tash dikush ma bjen mu një dhuratë, sa do modeste. A dini ku është poenta? Poenta është se që kjo dhuratë më ka bo mu me mendu, se që kjo njëri, kur s'ko ka konë me mu, ku ka konë të mendu për mu. Ti del largë, edhe ti shkon në Turki, edhe ti në Turki të bjen men për, se fakti që ma ke pru dhuratën, atë ka ronë men për mu. Ty të bjen në Turki men për mu, edhe ti e zënë ratë që duhune ti me 2 sene më ke bindë mu, e para që ti po mendojsh edhe kur si jam aty, edhe dyta ti pidishe teket e mija, ato shijet e mija, për që ata burri du të mi bledh ratë grus, pse? E para mi tregu që edhe kur si jam me ty më bjen men për ty, edhe dyta është se unë ta di shijen ty, edhe ta kum bledh ratën që ti e preferon ose e dënë. Për ata ka thonë pejgamberi tahadu tahabu. Nërani dhuratët në mënyrë që të duhni. Për i tregimeve, mas shumë të që më ka habit gjatë këtë desit, më ka habit një burë. I kish vdek gruja, e kish dash gru shumë. E kur i vdes gruja, zinë që shme dhuru se vape mo. E kish marrë fistanin e gru, se kish bo se gjade. Sa të gjallë më falë fistan gru, si mi shku asoj se vape që u falë fistanin e saj. Për historia mas shumë të që më ka bo për shtypje. Jo se i ka vyjë fistanin, po ka dasht në sejaden që u falë, edhe e i mërë do sevape, e ato sevape mi shku grustit për zdekti. Dikush angazhohet me i dhanë sevape dhe me i dhanë hedije grus edhe mas zdekës. E katërta është me i shërby një i tjetërit. A diri që do më thonë shërbim, u mënova pak hedije me spjegu, po duhem edhe me spjegu shërbimin. A dini që do më thonë shërbim? A dini që do më thonë me i shërby dikuj? Me i shërby dikuj do më thonë repu shati se unë lodha për ty. A dini që po bojnë gratë tona, nanat tona, motrat tona 30 Ramazan? 30 Ramazan përthojnë pushon ju se na lodhën për juve. Na sot, shkojna prakti iftarit, ullëm sofër. Edhe unë mush sofra. Dikush u lodhë për atë sofër. A dini ju që agjerimin që e bojnë nanat, gratë tona dhe motrat tona është agjerim madhështor që s'duhet mua asë njëherë mua në shkallu. Për që ata nuk ka muslimani vërtet, a i njëri që unë gjithë aty e thotë, shanë pas ka krep që kja, që ke boshtë. Ajo njëri, ajo është arrogant. A njëri nuk e meriton mja bo gruja iftarin, s'duhet mja bo ati iftarin, nuk duhet mja bo iftarin. Sepse gruja u ngrit
edhe të ka thonë ty, pusha se unë lodhna për ty. Kjo madhe që kjo është shërbimi. Shërbimi është pusha një zonë lodhna për ty. Kur burri del në punë, me siguru furnizimin, burri thot gruas edhe fëmijëve, pushoni se unë po dal. Unë po lodhna për juve. Po çata do të më vlerësoj kjo. Kjo është madhështore. Burrat që sot ngajnë të poshtë përpjete, gjithë ditën njësën me siguru ushqimin. Kjo do të më vlerësoj për i bashkëshortes. Çashtu që është kur gruaja i shërben burrit do të më vlerësoj gjithashtu. Unë e tregova një ditë një histori këtu me sa gratë tona i marrin shtëpiat tona, edhe na shpesh nuk e vlerësojmë. E një shku një ditë të shtëpia, janë aty në shtëpi këtë hallako në shtëpia, këtë hallako me fëmija, këtë fëmijë ku nona thotë shku nalt. Allah, ka dega, çka ka bo. Kur gjitet ka dytë aty, i kishin gjitë vokmenat, do i ke luzi. Ja hiqi, i tha, Allahi të zohë, që ka ndodhë? Pa kur gjë? Tha veç që të punë që i kry çdo ditë ti kur si ke pa, sot deshta me t'i lanë me të kalzu që me bu mos me i kry që shpahen. Dhe me thonë, unë çdo ditë i kry që të punë, po ti kur nuk ke pa, një ditë këm dash me t'i lanë nesh mi pa, që janë punë. Që to jenë punë që i kryjën, po ti nuk i ke vrejt, A doni me ditë qysh me vrejt? Shkoni një ditë, sa nesra mas nesri, thuj grus po shkason du me bu iftarin. Qëre që të me thonë me bu një iftar? Nëse një ditë na ngritimi e bojmë një iftar, ne dim që të me thonë me bu iftar. Ne dim që të me thonë me bu iftar. E mundimshme, është e lëtshme. Thuj me bujnë, këtë e bu një iftar milion të keme. Kur s'ka ma që milionit. Në fond krejt, po kam dëshirë edhe një aspekt me diskutu me juve. E kom pas një farë muhabeti me një burë një herë edhe unë ka pas laun pa tekstaj. Tha kom lezu Kuranin, tha kom lezu Kuranin e kom gjithë një vend Kuran, kur burrin nuk e ngon gruja, burri du të me largu gruën prej jetës, prej shtratusë, prej me shmon pak, me lecit pak deri që kjo me konë mas edukative. A e kuptani? Tha po gratë tonë ma dojnë jo bu qështu? Që më mëndu me buru knasa. E tha, këshëri, tha qysh ma interpretën ti mu, Korani ka thonë për me eduku grun e shkput pak, e ndan, e largën pak. Edhe largimi jëtë që ja ke bo grus është mas edukative, sa e për jetën ranë edhe e edukuhet. Ndërkaq, në situatën tonë, me bo me largu, pështo zotë. Qa po ndodhë këtu? Këtu adini qa po ndodhë? Këtu po ndodhë se këta dy nuk kanë dashni për një me, edhe në momentin që largohet pështo një për tjetër. A, të këshim pas dashni për një me, jo ish për jeturan kjo largimi. Ish jeturan. Hazreti Muhamedi a.s. të regon Aisha, kur kanë lu ata burat në gjamit pejgamberit, ditëve të bajramit e konë ata tabiseni, si në ndër shërptor kanë bo, i kanë bo dëlloj valësh atë në gjami, me ato lujat tradicionale. E ka thirë pejgamberi Hazreti Aisha me i këshyrë. E u konë pak me vogët, s'ka mujtë me po, e ka qitë kamen në prehen, thot jo mull faqen teme ku qitë faqen e pejgamberit a.s. Shkencëtarisht është vërtetu që kur burri e prek në krah bashkëshorten, prodhohet energji pozitive. Prekja është filozofi në veti, për që ata në njëri që din me bo prekjen të mëon dashurije, largimi saj është dënem për mrapa. Për që ata ka thonë Korani, se Korani ka imaginu që aty du të me pas dashni maksimale, sa që nëse vjen deri te largimi, ajo me përjeturan edhe me konë mas edukimi edhe mas edukative për ta. Këtë fund, qëni një gru që ka thonë për burin e vetë edhe matë në vetin ku jeni. Du me lezu arabisht, se ata që kanë me ndëgju arabisht, është ajo rima, ajo sintaksa e ndërtimit fjalive është perfekte. E tani më nëhu me përkthy, është gjuha postër arabe, është kiameti maj madh mi përkthy që të fjalin vazhdim. Ka thonë burri jam, idha akala leth, wa idha shariba ishtaf, wa idha daja iltaf, la yulaju al-kaf bi ya'lam al-bath. Li ya'lam al-bath. Burri jam kur të hanë buk, hanë si trend dhe nuk din kur me thonë ka të mira, pas ke bo mira, Allah që për blefta, keni iftare mirë.
Dhe që i gjuhët sofrës, han, edhe kryu. Alhamdulillah, shko një landu. Du me tregu një prevoj tjetës kështu personale. E kam një tafert në familje, e ka bashkëshortën, është e huja, është angleze. Aja angleze a orë një herë të na këtu, edhe kemë hongër bukë tonë bashkë. Edhe na këna hongër bukë në tavërin, e këna kry bukën edhe na qumë i lodur, edhe në bapa i na ungjë. Ajo me të na këshyrë. Thaj, pse këta nuk i marë saunat e vetë që kanë hongër me i quati. Kush i hje këta sauna? Kush i hje këta? Ja, është shërptorja. Tha ju, që ditin, a hongër në saunë toni po, e kryve po, mere qua tjetë e kuzhina. Pse e len këtu? Pse e len këtu? Tha hita jo edhe shërtë. Sigur e isha orë një Gjermani, shku një Gjermani isha orë. Thash, pra bjen qëto, i këna bo mes me Gjermani. Gjermani isha orë Kosovë edhe, shkon një katën edhe 30 gradë temperatura, një gru piqke flin. 2 soqa, tepsia, sara kush, 30 gradë temperatura. Aja Gjermani tha, adin, ajo habet ke, tha, sa paguhet kjo, adin, për vetë, sa paguhet për vetë. Tha, aja, për vetë. Tha, mos me onge na i rejnë në aksham, Sërën pagese, për mujtë me pështu pa u rejnë, aksham është premia. Burë jam, kur hanë, i gjuhët sofrës edhe nuk ka komunikim. Nuk të falenderan për qatë bukë që farë të quftë e. Vajda shëri vesh tef. Me ndani fjallia dytë fenomenale, kur t'ja bëj gotën me soka, me në i langë. Të njeri kam bo, adin, ka pasi soka, i dash me bo të rifa kompote. Kur të pinë sokën, e pinë pan djenja, nuk thot biri, ka të mirë, biri, adin, as shije nuk janë njësë. A keni po ka njerë kur të pish, mrapa e ngrej atë shijen edhe bind ato që po kërgon e mirë, taman. As qita se bën, që biri të të mjep në i shaj që po i pilsen soku. E treta, ojtë të dëgja lë tef. Kur të bjen në shtrat, pështillet me, kështu si gjenazë, si kufu, edhe ta këthen shpinën. La ju gjyllë kef, li alem el beth. Kur njët nuk ma ka qitë dore në kra, me i ditë halët e mija. Kur njët s'ma ka qitë dore në kra, me i ditë halët e mija. Inshallah Zotin a falë tonë, shëndet, shumë selam aleikum.